Zjarri vijon të përfshi pyjet e malit të Tërbunit, Gojanit dhe Xhexhanit në bashkinë Puk, ndërsa forcat në terren po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flagëve. Institucioni i prefektit të Qarkut Shkodër informon se vijon misioni nga toka dhe ajri për shuarjen e zjarrit në pyjet e malit të Tërbunit, Gojanit dhe Xhexhanit në bashkinë Puk. Situata në malin e Tërbunit paraqitet aktualisht më e qetë dhe nën kontroll, ndërkohë në zonën Xhexhan-Gojan vijon të jetë më dinamike për shkak të përhapjes së zjarrit e favorizuar nga temperaturat e larta dhe era. Në terren janë angazhuar 2 mjete zjarr fikse të bashkive Puk dhe Fusharës, efektiv të MZSH Puk dhe Fusharës, si dhe 40 efektiv të forcave të armatosura, punonjës të administratës, banor dhe vullnetar të zonës. Ndërhyrja po mbështetet nga ajri me 2 helikopter, të cilët po operojnë në zonat ku terreni i vështirë kufizon ndërhyrje nga toka. Aktualisht nuk raportohet afërsi kritike me banesat. Institucioni i prefektit të Qarkut Shkodër vijon monitorimin e pandërprerë të situatës dhe koordinimin e të gjitha strukturave dhe kapaciteteve të angazhuara në terren për mbrojtjen e jetës dhe banesave të qytetarëve deri në normalizimin e situatës.